Zonja Zotri, përshëndetje, mirëmbrëma, jemi në këtë ditë nxehta, luajmë futboll, vazhdojnë Kupat e Europës dhe natyrisht rezultatet janë miks. Skënderbeu ka fituar me veri irlandezët 4-1 me një fitore impresionuese, do të thosha, ndeshjen e parë. Natyrisht Kuksianët nuk kanë bërë një gjë me malazezët, me Mladost të Podgoricës, një humbje zhgënjyese 0-1 në Kemal Safa, do të flasim edhe për boks. Kemi këtu një ndër legjendat, Tysonin shqiptar, Nuri Seferi, përshëndetje, miserdhat tek ne, batuta e parë. Ndeshjen e fundit jo shumë mirë. Do bëjmë herës tjetër. Më mirë akoma. Dhe kjo është megjithmonë mirë sepse në 12 shtator në Mostar ndeshet Seferi për titullin kampion Europe. Përshëndetje Anduena. Përshëndetje Sulçe. Është kënaqësi që të kemi këtu, gazetare e Ora News, sot në versionin sport. Po, më në fund, dola dhe unë origjinë. Okej, Anduena Labani, Kosa Grillo, komentatori i radio televizionit të publik shqiptar, zëri përhershëm i përfaqësuesës shqiptare kur luan. Kosa, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju. Me një kampion në Europë e ndjehemi shumë mirë, por edhe me një shoqe që kemi punuar bashkë në fillimet tona tek Top Channel dhe mas shumë vitesh u takuam. Është interesant, por nuk do jemi vetëm, se do jemi dhe me studio numër 2 me gazetarin ton Glendi Tafaj, si zakonisht, i cili na thot të rejat më të fundit për sa i përket zhvillimeve sportive. Glend, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Altin, mirëmbrëma dhe të ftuarve në studio. Okej, Glend, çfarë kemi si përfillim? Në fillim normalisht kryefjale gjithë kësaj jave kanë qenë performanca e dy ekipeve shqiptare në Kupat e Europës, si Skënderbeu, po ashtu dhe Kuksi. Erdhi një fitore 4-1 kundër Crusaders, kampionëve të Irlandës Veriut, një rezultat sigurisht pozitiv dhe me përmasa të mëdha, pra 4-1 nuk është pak në Champions League, por erdhi një humbje e Kuksit gjithsesi me një pjesë dytë zhvilluar mjaft mirë nga skuadra kuksiane, e cila jep shpresë për ndeshjen e kthimit në Podgoricë, nuk do të jetë thjesht, nuk diskutohet, por për mënyrën se si u zhvilluan ndeshja, pritet që të paktën të luftohet në stadiumin e Podgoricës dhe në fund, pse jo edhe me pak fat, Kuksit kaloi në raundin tjetër sepse është habitati natyral i kuksianëve Europa Liga, ndërsa për Skënderbeu nuk e diskutojmë që të kalojë raundin dhe në turin e dytë pastaj do të ketë përballë mes Milsam Orhej, një skuadre moldave dhe Ludogorets, pra kampionëve të Bullgarisë. Aty do të zgjidhet raundi i tretë për Skënderbeun sepse unë personalisht nuk e diskutoj kalimin e turit. Okej, Glend, atëherë ne paraqesim një speciale pikërisht për Kupat e Europës, cilën e ka përgatitur gazetari ynë Glendi Tafaj, i cili flet për Skënderbeun, flet dhe për Kuksin, por jo vetëm, speciali video. Europa ka qenë gjithnjë toka e premtuar për shqiptarët. Pamjet e anijeve të rënuara që nisesh nga porti i Durrësit, i Shëngjinit apo dhe ai i Vlorës, në drejtim të ëndrës janë ende të skalitura në kujtesën e të gjithë. Edhe sot objektivi ose ndoshta premtimi çdo qeverie që merr në duar fatet e shqiptarëve është antarësimi në komunitetin evropian. Por, a jemi vërtet aq pranë Europës? Sigurisht, gjë e fundit që do të donim do të ishte përzierja e sportit me politikën. Kështu që pyetja më e saktë do të ishte: sa pranë është sporti shqiptar me Europën? Një pjesë e mirë e klubeve tona janë përfshirë në aventurën europiane, pra ka qenë deri më tani e shtruar autostrada e kontinentit të vjetër, apo vazhdojmë të rrëzohemi në pengesën e parë, në këtë rast në raundin e parë. Skënderbeu, kampioni i Shqipërisë në fuqi, egzaltoi të gjithë tifozët në vendin tonë, kur masakroi në kuptimin sportiv të fjalës irlandezë-veriorët e Crusaders në turin e dytë të Ligës së Kampionëve. Një ekip i kompletuar në çdo repartë. Pa diskutim, ndihmja e një futbollist me eksperiencë Ambisali ishte esenciale në suksesin e ekipit juglindor. Do të vetë Berisha fort. Po pishtë aty, dhe kjo mund të shkëlqyer, që nuk mund të faret, në një super Abdisali, 2-0, për sërinë Skënderbeu. Megjithatë, skuadra në tërësi duroi një performancë të standardeve të larta. Dikush mund të thotë që Crusaders janë vetëm një grup peshkatarësh, por nuk duhet të harrojmë që këtu po flitet për raundin e dytë të një kompeticioni madhor siç është UEFA Champions League. Për më shumë që dikur na turpëronin edhe peshkatarët.
Asgjë nuk ka përfunduar, pasi me 22 korrik në Belfast do të zhvillohet akti i dytë. Gjithsesi, thjesht fakti që një skuadër shqiptare dominon një kundërshtar europian është pozitiv dhe mund të konsiderohet një hap i rëndësishëm përpara. Kuksi që para 2 vitesh mahniti të gjithë opinionin publik në Shqipëri, ku shkoi nga fushat e rënuara në turin e 4 të Europa Ligës, vazhdon të tregojë se habitati i tyre natyral është pikërisht kontinenti i vjetër. Në turin e parë nën kampionët e Shqipërisë, megjithëse me një skuadër të rimodeluar, arritën të fundosnin bielorusët e Torpedo Zhordinos. Sfida e Qemal Stafës u shndërrua në takimin më të ëmbël për blut verior, kur Karioka dhe Page vulosën shifrat përfundimtare në 2-0, ndërsa sfida e kthimit në Torpedo Stadium u vendos nga pritjet e mrekullueshme të Thashgjillës, duke dërguar edhe një herë Kuksin drejt Europës dhe jo për të kërkuar azil, por për të bërë krenar gjithë shqiptarët. Për momentin, rruga e Kuksit është komplikuar për shkak të disfatës së pësuar në kryeqytet kundër Mlladës Podgoricës. Por asgjë nuk është e pamundur kur mbizoton dëshira për të dhënë maksimumin dhe në maltëzi mund të vijë magjia e radhës në Europë nga ana e bluve verior. Partizani ripa flamurin e komunitetit evropian pas 7 vitesh errësirë. Skuadra e Kuqit nuk bëri absolutisht një figurë të keqe kundër Strom Gocet. Në Norvegji, po të mos kishte qenë për golin e tretë të skuadrës vendasi i shënuar mes dyshimeve, rezultati 2-1 në disfavor ishte pa diskutim i pranueshëm. Gjithsesi në Qemal Stafa demat e përligjen mbi shkrimin e tyre, duke luftuar në çdo sektor dhe duke prodhuar raste ideale, por pa fatin ose saktësinë e ditëve më të mira. Disfata në sfidën e kthimit nuk ju përgjigj lojës. Gjithsesi, pavarësisht eliminimit, dalja sërish e Partizanit jashtë kufive mund të konsiderohet një aventurë pozitive. Në fund, Laçi, po ashtu si Kuksi, edhe Laçi kanë gjetur majat e futbollit shqiptar, duke nisur nga skudat më të errëta të tij, dhe tashmë është një realitet i bukur i vendit tonë. Triumfi në Kupën e Shqipërisë i hapi portat e Europës, ku përballë gjeti Azerët e Inter Bakus. Takimi zhvilluar në Kurbin, për një pjesë të mirë të tij pa një super performancë të laçianëve, dhe vetëm fati i tërbuar dhe gabimet jashtë çdo shpjegimi logjik bën që ajo sfidë të mbyllej në barazim 1-1. Në kryeqytetin e Azerbajxhanit asnjë skuadër nuk shënoi dhe goli i pësuar në ndeshjen e parë ndëshkoi Kurbinasit, që pavarësisht gjithçkaje u larguan krenar duke dhënë një tjetër shenjë rritjeje të prodhimit bio në futbollin tonë. Në fund, ndoshta nuk është e drejtë të bëhen krahasime mes politikës dhe sportit, por ajo që është në dritën e diellit nuk mund të mbulohet me duar. Futbolli shqiptar po tregon në kompeticionet europiane se është shumë, po shumë pranë antarësimit në kontinentin e vjetër. Kosa, një verë nxehtë, futbolli nxehtë, ndeshje të bukura, por edhe zhgënjyese, le të themi. Shiko, çdo verë është e tillë sepse edhe verën e kaluar edhe luajnë skuadrat tona, luajnë që në turet e para. Domethënë dhe i bie fati keq që të luajnë në muajt e verës në këto muaj shumë të nxehtë, domethënë muaji korrik është jashtëzakonisht i nxehtë, por Skënderbeu për shembull na ka dhuruar emocion pavarësisht me kë skuadër ka luajtur, me skuadrën atë irlandeze veriore, Crusaders. Crusaders, eliminoi Levadian në fakt, Tallinit në fakt. Por çdo fitore në Champions League është fitore, dhe aq më tepër me rezultat thellë, kështu që është një hap i shkëlqyer i ekipit të Skënderbeut. Pas edhe ardhja e Salit në ekip, disa lojtarë që kanë qenë. Skënderbeu ka një bosht që ka disa vite që janë disa djem që luajnë bashkë gjithë këto vite, është një grup, duke filluar nga Shej në port e deri në sulm, kështu që vijnë 2-3 lojtarë, çdo vit vijnë 2-3 lojtarë të mirë, të tjerë kanë një menaxhment me sa duket të mirë në Korçë, një grup pune që punojnë edhe kanë afruar dhe Salin që ishte gjetja mbase më e mirë e kësaj vere. Si e pesi ekip? Shiko, në këtë ndeshje, sepse ishin disa personazhe të ri, le të themi në ekip, ishte ardhja e Kristof Bullgarit, sulmues. Prandaj them që më pëlqeu, sepse janë dhe ditët e para të skuadrës, tani është në ndërtim skuadra, akoma nuk është konsoliduar, por mendoj që me nota pozitive e shoh, shumë nota pozitive. Okej, Anduena në versionin sport do desha të pyes. Si shikon Kupat e Europës, i ndjek? Faktikisht, mua sportin të rreq dhe sigurisht kur është Kosta në koment, e ndjek dy fishin sepse më pëlqen edhe komenti. Deri diku edhe sikur mos ta shohësh një ndeshje, mjafton të dëgjosh Kostën edhe të hipun ajo adrenalina e thua se je aty në studio, aty në stadium. Por ose ti në studio, zakonisht e përgatit kronikat atë moment. Na është për jargon dita. Por sigurisht që ekipet shqiptare kanë filluar të bëjnë një risi edhe për ato që nuk e ndjek futbollin. Domethënë janë bërë interesante
çuna talentet pa zbuluara më parë, një brez i ri që po administrohet në mënyrë shumë të mirë, qoftë profesionale, qoftë edhe nga ana menaxheriale. Mund të them që ekipet shqiptare mund do veçoja edhe Kuksin. Edhe Kuksin ka bërë përshtypje për nga mënyra e trajnerit, mënyra se si është konceptuar ekipi, se si financohet. Ka shumë samba këtë vit, kafe, Brazil, shumë brazilian brenda. Tani çfarë është Kaliente është e bukur dhe e nxehtë. Tash se po flasim edhe për stilin e nxehtë. Edhe unë doja di, a ndikon vërtet temperatura në lojë? Pa diskutim. Pa diskutim. Po, nëse kemi janë djem të ri. Në njëherë bëjnë dhe bright cool, që pin dhe ujë në minutat të veçanta sepse temperatura po pak sa për ujë. Më fal, ta ndërpres. Lojtarët e irlandezë superior jetojnë në temperatura të tjera lartë. Dhe vinë luajnë në Shqipëri që ka temperatura të tjera. Kjo ndikon domethënë për ata. Mbase për ne jo, shumë, po për ata ndikon. Si do të ishte, domethënë të shkonte skuadra jonë të luante në kohën e dimrit, periudhën e dimrit luajnë ato temperatura në vendet skandinave. Nuri, e di që me kombëtaren kam pas rastin që të kam parë prezent dhe për stadiumet shqiptare, ndjek përfaqësuese shqiptare, je aktiv, kënaqesh me rezultatet, klubet shqiptare? Jem kështu me sinqert kam shumë pak njohuri, për arsye se vetë nuk kam lozur kur futboll dhe se njoh fare, domethënë mirë po. Nuk të fusnin në ekipin e? Për kombëtarën do kisha pranuar ta bëj një lojë. Në ekipin e zonës ku luajnë nuk fusin asnjëherë si boksier, nuk fusin në futboll. Jo, do kisha pranuar dikun të los, ndeshje të ardhshme, po. Okej, me që ndjek gjithmonë kombëtaren, atëherë po të pyes për kombëtaren. Je i kënaqur tash me vendimin e 3 pikësh? Absolut. Diçka që na takon. Që nga fillimi na takon të mirë, po neglizhenca e këtyre ndërkombëtarëve, po më në fund drejtësia ndërkombëtare vendosin për herë të parë besoj në favor të shqiptarëve. Do jesh ndeshjet e tjera të kombëtarëve të përfaqësuesve shqiptare në Shkodër me Serbinë, se diku tjetër do vazhdosh ta mbështesësh dhe kur do të jem aty, po edhe me këto tjera gjithmonë do përpiqem të jem. E shikon në Francë këtë vit? Absolut, jemi shumë pranë dhe kështu që unë kam shumë besim të çunat janë më të motivuar se kur më parë dhe tani të shpresojmë. Kosta? Shiko, unë kam... Kur e thoni kampion boksi? Në boksi... Për bën lajm. Pa diskutim, është era e parë që unë shoh kaq pranë një kampion edhe për mua është boksi, edhe kaq modest, një djalë me të vërtet shumë modest, më bëri shumë përshtypje, nuk kisha ndetur, asnjëherë nuk i shoh rasti. Dhe duhet të themi një gjë, në federatën e rëndësishme WBO, sepse unë nuk jam një specialist i mirëfjell të boksi, ku garojnë gjithë hyjet e boksit profesionist botror. Dhe shumë e rëndësishme, se ka disa federata. Duhet ta themi këtë për të sqaruar publikun. Ne kemi qenë jashtë, edhe ti, edhe unë, edhe Antohet, gjithë, dhe kemi parë se si trajtohen kampionët e Europës jashtë. Domethënë jo vetëm në boks, por edhe në sportet e tjera. Ka një tjetër, si ta them, një tjetër këtë vështrim. Okej, Kosa, po? Nuk dua ta zgjas, domethënë. Sepse duan pjesën e dytë fokusohemi tek boksi, ngelemi tek Kupat e Europës. Ekipin kombëtar. Ekipin kombëtar të Kupës e Europës. Diçka shumë të vogël. Në ndeshjen e parë në Portugali që ne kemi qenë, Shqipëri, Portugali Shqipëri, unë jam drejtuar Armando Dukës, presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, i kam thënë që kur i mori të drejta televizive ekskluzivisht televizionin shqiptar, skuadra jonë përfaqësuese do kualifikohet në Francë. I kishte parashikuar? Pa diskutim. Dhe mund ta pyesni nëse për ligj. Shumë pak njerëz kanë besuar te ky ekip që mund të shkonte këto nivele. Kemi qenë në dhomë, kemi qenë poshtë jemi takuar poshtë në atë dhe i kam thënë që shiko, tani që e mori këtë herë që e mori televizionin shqiptar, do iki përfaqësuese jon do jetë në Francë. Dhe të gjitha rezultatet kanë qenë tani ju pyes për Kupën e Europës, prapë më shkoni te kombëtari në çdo moment. Megjithatë do të pyes kë lojtar pëlqen në kombëtare. Çakën? Lojtar Po. Më pëlqen. Zakonisht femrat thon Canën. Po jo, mos ka lidhje. Canën e kam pas shumë afër. Nuk më duket aq e bukur. Me thënë drejtën. Jo, për futboll më shumë, nuk jo për Jo, as për futboll nuk më dukur i bukur. Futbolli i bukur, futbolli. Kjo është perceptimi pastaj, si e shikoj unë lëvizjen e këmbëve, shkatësinë, mënyrën e goditjes, të këndit, të fiksimit,
të rezistencës në fushë, që është shumë e rëndësishme. Ti e marrë vetë me sport? Po, ja marrë vetë me sport. Po më befason me të disa... Shiko, Sulçe, për një urinë tënde dhe të tuarve tu. Unë kam lësë futbol kur kam qënë në shkollë mesme. Futbol? Po. Po, futbol. Do shkoj me Gjencimeri. Gjencimeri ta marrë urgjent. Është një pasion i trashëguar nga i mat. Ose te Kerakli, në kimi kombëtar. Po, pse jo? Do ta provojmë ndonjëherë. Çfarë pozicione? Sulmuesa. Okej. Okej, le të themi te Kupat e Evropës, Anduena. Kuksi ndeshjen e parë u mbet, është pyetje për bashkët dhe me Kostën. Kosta, u mbet ndeshjen e parë me një ekip malazez, ekip i pozicionuar në mbrojtje. Tani, Kuksi mendoj që u shpërbë që në ndeshjen para finale së Kupës së Shqipërisë. Filloi shpërbërja. U largua tekniku Shaqiri, Artimi, dhe u morë një trajner serb që nuk kishte lidhje shumë me ato që dim, domethënë nuk ishte shumë dhe jashtë zhurnuar me futbollin tonë, s'kishte lidhje fare. Një trajner në moshë të madhe, shpunu përpara shumë vitesh mbase. Gjithsesi, unë mendoj që marrja me politike e presidentit Gjici, sepse ai vuri kandidaturë për zgjedhjet në komunën e Kamsës, ai sikur u shkëput pak nga skuadra, domethënë e la në duart e tjerëve, mendoj. Dhe edhe finale e kupës humbi për këto arsye, u mund pa hequr atë vlerat e Laçit, që ishte një skuadër shumë e mirë. Edhe Gici prapë vazhdon të jetë afër ekipit. Në këto ditë ka qenë prezant. Dakor, po tani ai akoma e ke parë skuadrën, kanë ardhur disa brazilianë. Disa lojtarë brazilianë që mund të jenë lojtarë shumë të mirë, nuk dua që të ashtu, por që akoma nuk e njohin se kush është Kuksi, nuk kanë lidhje me skuadrën shumë. Më kupton? Ndeshjen e parë thanë Samba, Brazil, 2-0, kualifikim, ambientim... Varet se me luan me skuadrat, kjo skuadrë është një skuadrë e ish Hasani ishte në stol në rezervave, një lojtar që është... Janë skuadra që... Mbase donin çik më Ballkanas eliminojnë Nefçin e Bakus Vlladose, nuk ishte e rastit përpara Kuksit. Kurse ekipi Torpedos, ai Zhodiro, ishte skuadrë bieloruse që nuk është mirë në gjendje edhe në kampionatin e tyre, por e theksoj edhe njerë që lojtarët më të mirë të Kuksit mungonin. Nuk janë ata që e kishin gjatë gjithë vitit Boshti, domethënë mungon iku portieri Alili njerë, që ishte portier shumë i mirë. Kam portier më të mirë në kampionat. Iku mbrojtësi Djath, ai djali nga Lezhë, Jarova. Po për Partizanin që të bëjmë kemi diçka një përmbledhje të shpejt, Partizanin dhe për Laçin, për dy prezencat e dy ekipeve që u skualifikuan. Për të dy skuadrat na vjen keq që u skualifikuan, për të dy, edhe për Laçin, sidomos për Laçin që ka një skuadër nga më të mirat në kampionatin tonë, është skuadra e Laçit. Ishte fatkeqësi me atë ndeshje që bërin Laç. Ka një skuadër shumë të mirë, edhe luan futboll shumë të bukur, ka dhe trajner shumë të mirë, dhe duhet ta kishte zgjidhur kualifikimin që në Tiranë, që në Laç, ndeshjen e parë. Kurse Partizani era Stomsogeti pam që mundi Boseslavin brenda në transfer. Pas edhe short i keq për Partizanin. Kështu që ishte një short shumë i keq. Nivel, pak të ndeshjen e dytë në Tiranë kam parë që kanë luajtur shumë mirë, pavarësisht se po bashkë që atje edhe e pam që luajti, por ata patën dhe fatin mbase nuk shnuam dot një gol shumë të shpejt që mund të kishte shpërbër. Okej, si shikon futbollin tonë në tërësi? Shikoj shumë mirë futbollin tonë, edhe shoh që ka një super xhiro, domethënë, edhe të ekipeve një luftë për të qenë në krye të listës edhe të kryesisë çonimit golave, të emrave individual që mund të ketë çdo skuadër etj. Por problemi është që unë se kuptoj këtë prurjen kaq të madhe të futbollistëve të huaj brenda ekipeve shqiptare. Dhe këtë shikoj, nuk e di te Kosta, se unë me Kosta ne kemi diskutuar më parë këtë histori. Unë e shikoj pak si problem sepse nuk flasim një gjuhë, kupton, edhe mbase kjo ndikon edhe tek eficienca e ekipit. Te gjuha. Te gjuha e mirë. Te komunikimi. Domethënë, okay, futbolli komunikohet edhe me futbolli është gjuha e futbollit. Është kulturë, në fundit është kulturë. Duhet komunikimi. Jo, nuk ka pse Kuksit, më fal, pse të marrë 7 brazilian Kuksi. 3 le ti marrë, nuk ka problem. Është e lishme që të luan 7 lojtarë brazilian brenda një ekipi shqiptar? Edhe më fal, nuk luan në formacion 2 lojtarët më të mirë të Kuksit që ishin Shameti edhe Hasani.
edhe U fut Hasani. pjesën e dytë. U fut pjesën e dytë. Musollin është histori. Po mirë pra, këta lojtarë ishin... Kam përshtypje që mund të ishin... Për shembull ishte lojtari më i mirë në ndeshjet e 40 e kaluar. Nuk u habita pse nuk ishte informacion. Që do ishin një barikadë dhe lojtarë që cilët kanë eksperiencë, natyrisht, sepse ata ishin një prurje madhe. Mund të kishte bërë trajneri Trojzi diçka që t'i jepte shansin që edhe këta lojtarë t'ishin informacion, po edhe prurje brazilianëve t'ishin aty. Ky fakt do gjithmonë do krijojë debate dhe do ketë dhe pasoja në rezultat. Se nuk shumë femrat në për stadiume. Po ku dion? Jo, me femrat janë bërë, jo, Interesi. Prap, në krahasim me çka patur nuk ka. Jo, nga që bizetoni me njëri tjetër më shumë. Nuk janë të interesuara, më shumë intereson pabi sa sporti. Okej, do më thosh pas reklamave më analitikisht. Shkojmë. Jemi në pjesën e dytë në Sport Magazin me Nuri Seferin, Anduena Allabanin, Kosta Grillo dhe natyrisht Glendi Tafaj në studion numër 2, cili na thotë se çka ka ndodhur pikërisht për sa i përket ndeshjes së boksit të zhvilluar pak më parë, Glend. Një fjalë Altin, spektakël. Gjetan Keta e mposhti kundërshtarin rus në gjitha drejtimet, domethënë 6 knockdown në vetëm 3 raunde dhe më pas erdhi dhe përfundimi nokauti teknik kundër hyrje gjyqtari për të dhënë vund vuajtjeve të boksierit rus, pra ishte një fitore që në fakt edhe nuk pritej me kaq dominim e Gjetan Ketës. Për titullin euro-aziatik. Për të mbrojtur titullin euro-aziatik dhe atë të paqësorit, pra një titull që Gjetani e ka kundër sfidantit. Glend për ta theksuar në federatën WBC kundër rusit Kan Bolatov, një takim që të thash Altin nuk pritej sepse rusi kishte 4 vite që nuk shijonte humbje, domethënë, dhe të paktën duhej disi të duelonte, të kishte betejë kjo sfidë, por me atë çka u pa, dominimi ishte absolut i Gjetan Ketës, pra e theksova pak më parë 6 knockdowne në vetëm 3 raunde janë një tregues i qartë se çfarë drejtimi kishte kjo ndeshje dhe nuk ka si na vi vetëm se mirë për performancën dhe për paraqitjen që ka Gjetan Keta. Fitoria 19 e 16 me nokaut për Bulqizakun. Okej, Nuri, është mirë kur Suaza rrethi gjithçka për sa i përket boksit zjerohet dhe kemi shumë sportistë cilët tashmë janë brenda botës boksit. Normalisht është kënaqësi tani, më thonë, dita ditës shton talentet e ri dhe i uroj për fitoren sonte Gjetan Ketës. Vllai Ismail Ketës. Po, dhe shpresoj që të vazhdojmë me këtë ritëm. Okej, për sa i përket, ju se keni parë ndeshjen dhe nuk mund të komentoni diçka kur nuk e keni parë një ndeshje, apo jo? Për Gjetan, nuk e ke parë. Okej, sepse zhvilluar tani më, po unë do desha të pyes një sqarim për publikun. Ishte një ndeshje e madhe ku gjithë opinioni sportiv, dashamirësit e boksit e kanë ndjekur me shumë krishëri ndeshjen tuaj. Ç'a ndodhi atë ditë? Në Poloni. Faktikisht është ndeshje më e rëndësishme e karrierës sime, sepse bëj fjalë për titullin e Europës dhe njëkohësisht ishte ndeshje eliminatore. Fituesja e asaj ndeshje tani do të ishte kundërshtari i radhës i kampionit botës. Dhe kështu ndodhi me Poljakun tani Krzysztof Glovaczka, tani ai në gusht do të boksoj për titull të botës. Fatkeqësisht nuk shkoi ashtu siç kisha planifikuar. Gjatë gjithë kohës përgatitjes gjithçka shkoi mirë, por fatkeqësisht 3 ditë para ndeshjes në Torun të Polonisë u mbaj një preset, do të thonë një stërvitje lehtë për mediat dhe aty fatkeqësisht psova një ftohje. Nuk e di as vetë, domethënë, po u ftofa, domethënë. Dhe nga ajo ditë, domethënë, të nesërmen filloi kisha temperaturë të lartë dhe një natë para meçit kisha 40 gradë temperaturë, domethënë, dhe fizikisht isha shumë keq. Për të ngjitur në ring dhe po nuk mund ta anallonit ndeshjen, nuk ishte si ndodh në këto raste. Normalisht mjeku nuk donte të më lejojë që unë të boksoj të nesërmen, për arsye se rreziqet janë shumë të mëdha. Mirë po në atë mbrëmje kështu udhëtuar shumë tifozë të boksit shqiptar nga shumë vendet e Europës, disa shokë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia,
Dhe unë gjeva i obliguar që të ngjitëm në ring, për arsye se nuk doja të zhgënjej ato njerëz aty. Fakti zhgënjeve në një mënyrë tjetër, se si ishte në riu që prisnin të gjithë. Pikërisht. Midis dy qjeve zgjodhet diçka. Prap, unë mundova të bëja timen, u përpoqja që ta fus në lojë, domethënë kundërshtarin tim mirë, po fatkeqësisht ai e kuptoi që unë fizikisht nuk isha në atë formën e dur dhe ai e shfrytëzoi distancën nga larg. Dhe kështu që ndeshja zgjati 12 raunde dhe fatkeqësisht. Okej, Blendi Tafaj ka përgatitur diçka për ju për karrierën tuaj. Shikojmë insertin për Nuri Seferin. Thuhet se legjendat përcaktojnë historinë e një populli dhe shkruajnë të ardhmen e tij. Nuri Seferi mund të cilësohet pak për farë ndrojtje një nga legjendat e boksit shqiptar. Djaloshi i lindur në Kostivar dhe i rritur me dashurinë për ngjyrat kuqezi, po bën krenar të gjithë bashkëdhetarët e tij. Jo vetëm për 36 fitore në karrierë, 20 ndër të cilat me nokaut teknik, por më shumë për karakterin stoik dhe jetën për sukses, atribute këto që kanë dalluar ndër vite kombin ton. Tyson i shqiptar pas rekordit fantastik për 9 fitoresh nga 10 ndeshje të zhvilluara si amator, u përfshi në botën e profesionistëve më 31 mars të vitit 1999 kundër slovakut Zurenda, dhe sigurisht përfundimi nuk mund të ishte tjetër vetëm se nokaut teknik për luftëtarin shqiptar. Humbja në përballjen e fundit ndaj polakut Glovacki sigurisht nuk është kapër dirende nga boksieri kuqezi, por nuk ka asnjë dyshim se ashtu si ka hije një njeriu që fjalën dorëzim nuk e ka në vokabularin e tij, Nuri Seferi do të rikthehet më i fortë se kurrë në sfidën e ardhshme. Me temperamentin e tij të zakonshëm, pas një grimës frike, pasi legjendat nuk e njohin atë fjalë, nuk ushqejnë vetëm se me guxim. Madje së fundmi kanë tentuar edhe të ulin madhështinë e tij, duke ndërhyrë në faqen e tij zyrtare në Facebook dhe duke vendosur flamurin serb, por të gjithë e dim se çfarë gjaku rrjedh në venat e Nuri Seferit. Nuri, pikrisht atë që po themi Anduena në këtë moment është Seferi, janë shumë ndeshje të fituara, një ndeshje jo e mirë ose ditë e keqe ndodh për çdo sportist. Ajo pra, 31 janari ishte një ditë e keqe për mua dhe tani unë do të përpiqem që ndeshjen e ardhshme ta përmirësoj gabimin që bëj. Okej, 12 shtator ju shkoni në Bosnjë-Hercegovinë, në Mostar dhe zhvilloni një ndeshje që është shumë e rëndësishme për karrierën tuaj. Është prap një ndër ndeshjet më të rëndësishme të karrierës sime. Damir Beljo është kundërshtari. Po, është një kroat nga Bosna dhe ndeshja do të zhvillohet prap për titull të Europës dhe njëkohësisht fituesi i kësaj ndeshje do ta ketë prap të drejtën të sfidojë kampionin e botës Marko Huk. Domethënë është prap ndeshje shumë e rëndësishme për mua, kështu që si e shikon domethënë përballjen me këtë sportist, duke parë që edhe ai ka shumë është i pathyeshëm, paktën çka kam lexuar për sa i përket Damir Beljo. Damir Beljo ka një bagazh shumë të madh në boksin amator, ka boksor për Bundesligën gjermane, domethënë ka shumë përvojë në boksin amator dhe në boksin profesionist është akoma i pamposhtur, domethënë s'ka asnjë humbje, është aktual kampion i Europës, kështu që është një kundërshtar shumë serioz i elitës botërore, kështu që normalisht do jetë një sfidë shumë e vështirë, po do bëj çmos që ka shumë shqiptarë në Bosnjë, Kosta? Do shkojnë dhe shumë nga Tirana? Pa diskutim që ka, edhe në Bosnjë ka një komunitet shqiptar. Kështu që mendoj që do ketë shumë tifoza, plus që do shkojnë nga Tirana për ta ndjekur kampionin tonë të Europës. Mendoj që do jetë një ndeshje shumë interesante, por do thoja që këta kampion të boksit, si Nuriu apo Keta që ka fituar sot një ashtu, janë një shembull shumë i mirë dhe merren si model nga moshat e reja, nga brezi i ri për të ndjekur pra këtë lloj sporti që është kaq shumë
tashmë i populluar në Shqipëri. Edhe elitar dhe me shumë suksese dhe me shumë pasues, që i ndjekin. Dhe kjo është një nga gjërat më të mira, mendoj që një shembull i këtyre djemve, i këtyre personazheve që janë kaq me klasë të lartë në sport, por edhe me tone shumë të ulta, nuk shohim domethënë që të jenë këta djem që thëmë që ne jemi dhe nuk ka tjetër. Domethënë jetën e përditshme janë sikur nuk janë ata tigrat në ring, le të themi. Sikur nuk ekzistojnë, por shikon boksierët, si shikoni ndeshje vetë për të pyetur jemi. Jo, ideja është Alvena që si shikoni ndeshje boksi, si ndihesh? Adrenalinë është vërtet një gjë shumë është e veçantë për cilin do nga ne. Unë një pyetje kam, a smurem vërtet boksierët, se vetëm më bën shumë çudi, një boksier me 40 temperaturë nuk e imagjinoj dot. Stallone, ikona e shqiptarëve dhe jo vetëm e shqiptarëve, njeriu i sakrificës, na tregonte që stërvitej edhe kur ishte me temperaturë dhe në borë edhe gjithmonë dilti i fituar, por stërvitesh, por nuk ketë njëjtën performancë. Të njëjtën e bëjmë edhe ne, domethënë ndodh shpeshherë që të ftofsh apo kesh ndonjë smundje të lehtë, po nuk do thotë që tani të shtrim dhe të qëndrojmë në shtëpi. Absolut, domethënë stërvitja vazhdon gjithmonë, mirë po në një ndeshje, po nuk jene në formën e durë, se në çdo aspekt, domethënë fizik dhe psikik duhet të jesh më të vërtet i kompletuar për tu ngjitur në ring, se përndryshe është momenti, domethënë që ngjitesh në ring është diçka që nuk arrin dot ta përjetosh në stërvitje, domethënë, ajo është kulminacioni i gjithë kohës, gjithë punës që ke bërë ti, që t'japish në ring, dhe fatkeqësisht po patën në ato momente diçka që nuk i takon, domethënë, t'jesh, nuk i takon që ta kesh në atë moment në temperatura ku ta diun, është diçka që t'lem pëson, domethënë, ke pasoja, o pëson humbja, po ku ta diun, nuk mund partitesh ashtu si që duhet, domethënë. Nuk e njëjtën performancë. Unë kam parë ndonjëherë ndeshje, domethënë, në ring të jem aty në sallë, por nëse Kosta është dakord edhe ti je dakord, ne të shkojmë ta shohim në Orion. Shumë mirë, do të bënim një mbulim special gjithë ndeshjes. Megjithatë është tjetër gjë kur i shikon live, është tjetër atmosferë. Kjo ndodh në të gjitha sferat, Sulçe. Absolutisht, por në mënyrë signifikative në ndeshje boksi. Është komplet e veçantë. Ka tjetër adrenalinë. Sepse boksi është... Ka tjetër adrenalinë. Ku duhet qëllosh në uri që të hedhësh një njeri knockdown? Lutem, se shumë kurioze na di këtë gjë. Kjo po vështirë pastaj nuk e merr për shumë, po dua thjesht ta di faktën që mund të kemi një lloj njohurie në këtë fushë. Flika më e dobët është, domethënë, nofulla dhe ana e gjatë e trupit, domethënë. Megjithatë në uri është sportist që gjithmonë mban shumë grushta. Nuk e ka problem fare, shumë fort fizikisht. Kam kaluar më stërvitje, po këto janë pikat më dobët, domethënë plexus, nanë e gjatë. Sulçeru. Okej, shikojmë një sert pikërisht për ndeshjen e boksit që është zhvilluar sot, ku Gjetan Keta ka triumfuar. Shkojmë vetullën e majtë, ka të fryrë Kambolatov dhe tu ndoshta mbaron. Gjetan Iron Keta nuk një rival. Pas Marat Kasev, një tjetër rus shion tapetin. Boksieri kuqezi mbrojti edhe njëherë titullin e Euroasiatik dhe atë të paqësorit në versionin WBC, duke e dominuar në të gjitha drejtimet sfidën kundër Aikilik Kambolatov. Në Gary Weber stadion hale të Bielefeldit, luftëtari shqiptar mjaft i përqendruar nuk i dhuroi asnjë shans minimal boksierit rus. Raundi i parë ishte një vepër arti. Kambolatov, i cili nuk e njihte humbjen prej plot 4 vjetësh, urrëzua në tapet i tronditur nga goditet e Gjetanit. Raundi i dytë ishte edhe më spektakolar. 10 cm diferencë në gjatësi në favor të rusit nuk i shkaktuan asnjë kompleks Bulqizakut, i cili i vendosur dhe i tërbuar në kuptimin e mirë të fjalës, e dërgoi edhe 2 herë të tjera në tapet Kambolatovin. Raundi i tretë ishte kurorëzimi një performance perfekte nga ana e boksierit kuqezi. Kishte ardhur momenti për t'i dhënë fund gjithçkaje, dhe pas një tjetër knockdowni, Kambolatov u dorëzua përfundimisht duke u ndëshkuar nga një djathtë lëshuar me potencë të plotë nga Gjetan Keta. Një fitore vërtet madhështore ajo luftëtarit shqiptar, i cili po konfirmohet gjithnjë më shumë si një prej boksierëve më të mirë në peshat e mesme. Triumfi 19 në karrierë dhe i 16 me nokaut.
Gjerdani Art do të vazhdojë të qëndrojë mbi supet e djaloshit Kuqezi dhe me shumë mundësi ai Gjerdan nuk do të lëviz nga dheu i shqiponjave edhe për shumë kohë. Pra aty ku është ëndra e gjithë boksierëve pranë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nëse arrin aty deri tani. Kosa, megjithëse nuk je gazetar boksi, por prap fitoret e çdo shqiptari janë interesante dhe aq më tepër në arenën ndërkombëtare. Patjetër, sporti i boksit është me traditat në vendin tonë. E mbaj mend që përpara shumë viteve, domethënë ato vitet, kemi patur një plejadë të boksierësh shumë të mirë. Ishte një sport i zhvilluar, derisa erdhi një ditë që u ndërpreu aq ky lloj sporti, domethënë që padyshim mendoj që korifeu që i ka bërë më tepër jehon, që i ka bërë më tepër reklam, edhe gjatë viteve të thonim të egra të atij sistemi të kaluar, ka qenë i madhi Ahmet Golemi, duhet të jemi të gjithë në mendje që ishte njeriu që shkruante edhe libra, por ka qenë një njeri që unë e mbaj mend shumë mirë sepse ka qenë mik me shumë i ngushtë me babain tim dhe vinte lajmëronte sa që kishte ndonjë ndeshje të madhe, vinte lajmëronte në shtëpi. Shehura dhe i thoshte që sot është ndeshja në orën 3. Dhe me ato kanalet që ishin atë kohë mundoheshin domethënë që ta ndiqnin atë sport. Kështu që edhe këta boksierë që janë tashmë, këta boksierë kanë një traditë, domethënë kanë një traditë shumë të mirë dhe një histori shumë të mirë për boksin ton, por tashmë në rangje të tjera, sepse në atë kohë thash nuk ishte mundësi që të ballafaqoheshin me Europën apo me botën, ndërkohë që tashmë e kanë këtë mundësi dhe po e tregojnë nga dita në ditë që ky sport po sjell shumë suksese, po sjell shumë trofe në vendin tonë. Absolutisht. Nuri, jenë kontakt, ju jeni me Federatën Profesioniste të Boksit të Shqipërisë, jenë kontakt me talentet e reja, me njerëzit që kanë dëshirë që të vinë dhe ata në ringjet e mëdha europiane dhe botërore ku ju jeni prezent? Në fakt, për të arritur në ringjet ndërkombëtare, domethënë Federata Boksit Profesionist këtu në Shqipëri ka një palestër me president Yllin Droqin, kryetar teknik, mos gaboj zotin Hamdi Uka dhe disa tjerë, domethënë që i mbështesin talentet e ri dhe normalisht sa i përket boksit profesionist për të arritur aty ku çdo njeri ka dëshirë dhe dëshiron, duhet nëpërmjet Federatës Boksit Profesionist, domethënë janë mundësitë janë më të mira, domethënë për tu afirmuar pasaj ndërkombëtarisht. Domethënë duhet me filluar këtu për të kaluar pak më lart. Sa informuar je domethënë për shqiptarët tu që ke parë ndonjëherë ndeshjet, ke rastisur? Në boksin amator ka shumë talent. Po fatkeqësisht tani nuk di ku qëndron problemi, domethënë stagnojnë, deri diku dhe ngel gjithë shkap. Nuk bëjnë dot ata hapin e madh. Pikërisht mungon diçka aty, po tani ku qëndron problemi këtë, e din këto që janë këtu më mirë, domethënë. Sa i përket talentit dhe bokserëve ka shumë talent dhe bokserë shqiptar, siç e thash në boksin amator, deri diku dhe stagnon gjithë shka, domethënë nuk e kalon atë hapin më të rëndësishëm. Njëti problem, Kosta, si duhet ajo mbështetja. Duhet mbështetja mbase të këtyre talenteve në Shqipëri. Jo vetëm diskutim. Kjo është e padiskutueshme, jo vetëm talenteve, por edhe duke filluar që nga këta që janë kampion dhe që përfaqësojnë ngrenin flamurin e Shqipërisë, ngrenin kudo në çdo vend që ata shkojnë, deri te këto talente të reja duhet jepet një mbështetje shumë e madhe, mendoj. Duhet bëhet një domethënë duhet marrë shembull i disa shteteve tjera ballkanike që janë fqinj edhe me ne që bëjnë shumë me shumë më tepër për sidomos për këto lloj sportesh që janë individuale, do të thoja, siç është sporti i boksit, i peshngritjes apo i sporteve tjera. Mendoj që ka mangësi akoma, nuk është gjetur ajo mbështetja e madhe që duhet u jepet këtyre njerëzve që kanë. Pikërisht për aktivitet të seferit zhvillohet ndeshja në Bosnjë, po të ishte një interesim më të madh nga strukturat, qoftë nga ministria, qoftë nga shteti, po ndeshja mund të zhvillohesh në Tiranë. Dhe pse kur ne kemi talente të tilla dhe ne nuk i përdorim, nuk i sjellim dot dhe nuk i japim një rol model të ri Brezit të ri. Pikërisht që ta ketë ka këtu që vjen ta takoj, ta preki, ta dashuroj. Unë ja thash pak edhe e ngacmova pak në kur ishim bashkë përpara, e ngacmova thash po të ishte në një vend tjetër, në një shtet tjetër, do bëj nami po
po të ishte kampion, të kishin një kampion të tillë. Kampion e Europë i cili në federatën më të rëndësishme, duhet ta theksojmë, në federatën më të rëndësishme, ku ka qenë Krasniki. Ti e di shumë mirë. Se çfarë bëhet me këta? Janë Klitschko të gjithë. Klitschko në këtë federat kanë aderuar, sepse duhet theksuar që ka disa federata dhe rëndësia nuk është e njëjtë. Ka disa federata që janë më modeste normalisht. Që nuk duhet një mbështetje, Anduena. Unë do thoya që mbështetje mediatike e kam patur. Do më thënë, ne sot po lëm nam, në sensin e mirë të fjalës, me shqiptarë që na përfaqësojmë kryesisht në boks edhe në futboll. Janë dy sportet elitare dhe shumë të rëndësishme për sportistët shqiptarë dhe kosovarë. Janë ata që kanë bërë jehon kudo, kanë shkruar gazetat më prestigjioze të huaja, cilat vërtet i japin shumë rëndësi sportit. Dhe sporti i Nuriut dhe futbolli janë dy gjëra për pa të cilat shqiptarët nuk do njihishin kaq shumë dhe nuk do krijonin këtë. Djem shqiptar për çfarë janë më mirë, për futboll apo për boks? Me të dyja do të thoja, nuk mund t'i ndaj. Domethënë janë 50-50. Njërin duhet ta zgjedhësh. Jo, nuk mund ta zgjedh. Jo, s'dua. Më pëlqen kështu, dhe vërtet kështu është. Okej, shkojmë edhe një herë tek gazetari Glendi Tafaj në studion numër 2, i cili na thotë rejat më të fundit, le të themi, në Europë, Glend, të merkatove, çfarë lëvizje ka? Merkato kryesisht është tek hysaj për momentin, kishim Napolin, Fiorentinën, tani është futur më në fund edhe Lazio, domethënë, madje edhe na bëri merak paktare se nuk po përfshihej shumë në luftën për hysajin. Ditët e fundit është edhe Lazio në garë, gjithsesi Empoli nuk heq dorë nga 5 milionë eurot dhe nuk kërkon të ulë këto pretendime, dhe kjo i ka hapur probleme dhe vetë lojtarët, sepse Napoli pikërisht për shkak të çmimit të lartë, sikur është distancuar disi nga ky futbollist, të shohim se ç'do bëj Lazio, të shohim tare do ta bindë apo jo Lotiton që të hedh parat dhe ta marrë mbrojtësin e djathtë kombëtare son dhe t'i bashkohet Berishës. Shpresojmë edhe Canës, megjithëse Cana duket përfundimisht drejt largimit nga kjo skuadër, ndërkohë që Ujkani, ish portieri kombëtare son, tashmë ka firmosur me Genovan, pra është larguar nga Palermo dhe zyrtarisht është portieri i Genovas, me shumë mundësi portieri dytë për momentin, pastaj në vazhdimsi do të shohim. Prap me portierët Glend? Ujkani është ish portieri kombëtarës, është i dalluar, gjithsesi jo në nivelin e Berishës, por është një portier që për një farë periudhë përfaqësoi gjyrat kuqezi. Ish portier e ka merak? Po jo, Glendi, jo, unë e simpatizoj Glendin për atë çka bën dhe atë mënyrën se si ai e paraqet informacionin sportiv dhe e bën në mënyrën më të mirë të mundshme. O Glendi, një pyetje kisha unë, me çfarë pagë ka shkuar ky portieri? Si, me me çfarë? çfarë pagë ka shkuar portieri? Nuk e kuptova me çfarë pabi. Pagë. Nuk para i bëjnë të qarta kur janë këto lëvizje dhe niveleve jo shumë të larta Anduena, pastaj janë të tjerët që kanë pagat e larta, si për shembull unë do dal pak tek Mario Götze, se me që Anduena përmendi pagat dhe unë do i them një pak që Götze pikërisht për problemin e pagës nuk po kalon dot tek Juventusi sepse përfiton 7 milionë euro, ndërkohë që Juventusi Anduena i ofron vetëm 1 milion më pak edhe nuk mund ta uli sepse i prishin problemet për 1 milion euro. Jo, s'mund ta ulë. Mos jam dakord vërtet. Kështu që për probleme pagë 7 milionë euro për momentin nuk lëviz nga Bayern, megjithatë nëse Juve i ofron 7 milionë euro dhe bie dakord me Bayern Munich, Götze mund të kalojë tek Juventusi, për momentin është çështja e rrogës para që është problemi. Mirë, Glend, të falenderoj. Kosta, hot, le të themi, është koha hot mercato për shqiptarët, gjithçka në këtë moment, në këto ditë nxehta, shumë kuqezi janë në dilemë se ku do jenë destinacionet, ku do jetë stacioni radhës. Skuadra përfaqësuese është një pasaportë shumë e mirë për këta futbollistë, ajo e ka ngritur shumë bursën e tyre, sepse është ndryshe të luash një skuadër përfaqësuese që tashmë ka rezultate nga njëra ndeshje, domethënë në tjetrën rezultate shumë të mira. Kemi kohë që nuk kemi shijuar humbjen, inshallah nuk u mbasim të paktën derisa të shkojmë në Matana Penineve. Matana Penineve, por mendoj që edhe një herë ata që luajnë në skuadrën kombëtare kanë oferta shumë të larta, sepse është rritur tregu, është rritur niveli i pagave, kontratave të futbolistëve shqiptar. Është rritur në një masë jashtëzakonisht madhe. Kjo ka lidhje me cilësinë apo jo? Patjetër, është rritur cilësinë edhe rezultatet që ka marrë ekipi përfaqësues është një tjetër vitrinë tashmë. E shikojnë ndryshe. Luajti Shqipëria me Francën, fitoi 1-0 Shqipëria, e kanë parë ato ndeshje kanë parë shumë sepse kanë parë francezët, por kanë parë që ka dhe Shqipëria disa lojtarë shumë mirë, kështu që zgjerohet. Programin e ke shumë të vështirë. Në 4 shtator desh në Danimark për ndeshjen transmetim.
12 se që du të shkoj të Seferi të shikoj me Portugalin këtu mbrapa. Je me Portugalin 8 këtu, do të shkosh dhe të Seferi në Bosje, Hercegovin, në Mostar. Shqy që mra jere rast, unë s'kisha ditur me kampion. Me kampion. Boksë dhe me bokser nuk kam, nuk më ka. Oke, është interesante që të provoj diçka ndryshe në karrierë. Era e parë dhe jam surprizuar. Ka gjithmonë një herë të parë? Pa diskutim. Jo, jam surprizuar. Programi verët cili është? Përveç pushimeve dhe... Dhe ndeshjes, boksit, për e të parë njetë. Ndeshje e konfirmove, do shkosh? Po. Ka gjithmonë një herë të parë, thamë. Programi verës. Po më shumë futboll, më shumë fitore. Unë e shikoj që kombëtarja po na jep pak adrenalin, po na bën të ndihemi më krenar, na bashkon më shumë, na bën që të qeshim me njëri tjetrin, të duhemi më shumë. Edhe kur snifemi për qafojmë, mjafton të shohim kombëtarin aty që fiton, dhe bën një gol. Kështu që them që 3 pikëshi dhe vendi i tretë në renditje do na bëj edhe të ndihemi dhe më mirë. Okej, me kombëtaren Nuri dëshirojmë të shkojmë në Francë, kemi mundësi të shkojmë atje. Jemi shumë më afër se historit, se gjithë historia e kombëtares. Me ju? Du të kishtë edhe objektivin e radhës, se çunat e kombëtares tonë do shkojmë në Francë. Të martohet. Jo, kam a fund kjo punë, për mu jam shumë i bindur që Francë do t'jemi. Francë do jemi. Ju personalisht, objektivin boks? Objektivi juaj në boks? Objektivim është kampion botë, kështu që... Okej, shkojmë paralelisht, edhe kombëtari edhe boksi. Shkojmë njëjtë. Jemi okej. Falenderit Kosta Grillo që ishe këtu, Anduvena, të uroj sukses të mëtejshme, se kënaqësi që ishe. Falenderit për ftesën. Dhe ndave një tjetër pasion, sportin, në Sport Magazin. Falenderit Nuri Seferi, të uroj sukses në 12 shtator në Mostar. Mba suksesave të Mba suksesave. Shpresoj që t'jenë gjitha paket, sëri. Paket. Ju falenderoj dhe ju që në ndoqët. Deri javën e ardhshme ju të kaloni shumë bukur.